Vladimir Putin, i veshur me uniformën e tij ushtarake, u shfaq në poligonin e stërvitjes Mulito në rajonin e Nizhny Novgorod, rreth 800 kilometra larg vijës më të afërt të frontit. Shfaqja e tij erdhi pasi kritikët kishin dyshuar më parë se shfaqja e uniformës në Mars kishte qenë një sozi e tij, ndryshe nga homologu i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili shpesh viziton vijën e frontit dhe shfaqet mes ushtarëve. Putin ka shmangur prezencën e tij në frontin aktual. Lojrat e luftës ZEPA 2025 që përfshin manovra të koordinuara në 41 terrene servitore konsiderohen nga ekspertët si një mesazh i qartë i Moskës drejt perëndimit. Sipas presidentit rus, në servitje po marrin pjesë 100.000 ushtarë dhe 10.000 sisteme armësh dhe pajisje, 333 avion strategjik si dhe mbi 247 anije, përfshirë nëndece dhe mjete mbështetëse. Putin po ashtu falenderoi delegacionet të huaja, të cilat sipas tij janë 25 në numër, për pjesëmarrje në stërvitje. Ai theksoi se lojrat përfshin plane për përdorimin e raketave bërthamore dhe janë pjesë e një programi për të rivendosur besimin dhe koordinimin ushtarak midis forcave të ndryshme ruse dhe aleatëve të saj. Analistët vlerësojnë se shfaqja e uniformës dhe kjo stërvitje masive shpërbëjnë për të treguar forcën ushtarake të Rusisë dhe për të dërguar një mesazh paralajmërues ndaj NATO-s dhe perëndimit, veçanërisht në një kohë kur tensionet globale janë të larta dhe takimet diplomatike ndërkombëtare po zhvillohen paralelisht.